Në mjediset e qendrës Evropa, sot u përkujtua 100 vjetori lindjes së adhetarit të madh të çështjes adhetare Hamaz Aslani dhe pas të marton familja i apuroi 2 vepra të këtij adhetari. Në praninë e shumë mysafirëve, siç ishte edhe kryetari i komunës së Therandes Bali Muharremi, ishte kryetari i Prizrenit Kadri Veseli dhe ai Malishevës Ragip Bekaj, profesor, mjek, intelektual dhe shumë mysafirë të tjerë. Për biografinë e adhetarit foli Qazim Thaçi, i cili tha: Ky punim u dërgohet nga 10 qershor të vitit 82 dhe autori i punimit arrestohet me 12 korrik të vitit 82, ku dënohet me 2 vite burg. Në shtator të vitit 1984 dërgon kërkesë gjykatës kushtetuese të Kosovës dhe Federatës Jugoslave në cilë kërkon mbrojtjen e ligjshmërisë dhe kushteshmërisë për krimin e punëtorëve të larguar nga puna dhe të studentëve të larguar nga procesi mësimor në fakultete. Për këtë dënohet me 2 vite burg. Profesor Hamaz Aslani u lindë në fshatin Kastërs të komunës së Therandes, ishte Suharikas, më 21 maj të vitit 1926 në një familje tregtare. Mësimit dhe dijes nuk ju nda asnjëherë duke diplomuar në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Filozofik, Drejtimi i Historisë në vitin 1980. Ai ishte pjesëmarrës aktiv në luftën e dytë botërore më 1944-45. Në arsim ka punuar 33 vite në fshatin e Suharikas. Në vitin e ri shkollor 1966-67 u pranua në kolektivin e shkollës fillore 17 nëntori në Prizren, ku punoi deri në vitin 1981. Gjatë punës 33 vjeçare krahas arsimit ka qenë i angazhuar në kryerjen e një varg funksionesh politiko-shoqërore në nivelet të komunës dhe rrethit, por pa lëshuar kujditarin nga tora. Pra këto aktivitete ishin pas disa burgosjeve, të cilat ndodhen sërish në vitin 1985, si dhe dënimin me 3 vite burg. Edhe pse largohet nga arsimi, është angazhuar me vroll të plot në të gjitha aktivitetet e rrjedhave të kohës, që ju imponua popullit të Kosovës, si dhe nuk ndaloi së shkruari në lëmin letrare shkencore. Punime këto që u botuan, por disa mbeten me dorëshkrim, siç janë monografia, poezia, harta, drama e të tjerë. Me vëmendje dhe përkushtim për colli rrjedhat politiko-shoqërore, edhe pse vazhdimisht ishte në observim të regjimit dhe të tyre. Në vitin 1990 mori pjesë në themelimin e Këshillit për pajtim të gjaqeve, deka në Prizren, si dhe Këshillit për kthimin, riadhesimin e shqiptarëve të shpërngulur nga trojet etnike, deka në Prizren, ku dhe ishte antari kryesive të këtyre asociacioneve. Pas konsultimit të Këshillit për Financa dek në Prizren, në kërkesë të kryesisë, ajo angazhua në disa nëndek që kishin ngecje në përmbushje të obligimeve. Gjatë luftës së UÇK-s në periudhën qershor 1998 deri në mars të vitit 1999, u angazhua në sigurinë të mirave materiale të cilat i dërgonte në zonat e luftës përmes logjistikës së Prizrenit. Për veprat e promovuara sot ka folur botuesi Berat Batio, i cili u përqendrua rreth librit Monografia fshatit Kabash, Guri Shtypës 1996, Shqipëria etnike, historiografia trojeve tona 1995-2001. Autori të shkrimit të këtij libri ka përdorur të dhëna të shumta historike, gjeografike, demografike, ekonomike, kulturore, si dhe statistikore. Me shkrimin e vet, autori synon që sadopak të plotësojë një bërshllëk që ndihet si mungesë e një botimi ku janë të përfshirë të gjitha pjesët e Shqipërisë etnike me të dhëna revelante për të kaluarën, të sotmen dhe të ardhmen drejt integrimeve europiane, me çka edhe shumë herë po na deklarohet se ky do të jetë integriteti ynë i vërtet që duhet të ne garantojë një prosperitet dhe deklarim me të lirë etnik, kulturor dhe shoqëror. Autori mes tjera thotë, në këtë tekst kam cek përpjekjet e shqiptarëve për të ruajtur identitetin e vet kombëtar, zakonet, traditat, gjuna anëtare e tjera në kushtet e rrethonat pushtuese. Këto rujtje të karakteristikave kombëtare janë bërë përmes rezistencës, kryendimtjeve dhe luftrave, të cilat janë bërë vazhdimisht gjë që kanë prunë deri te detyrimet që pushtuesit të lëshojnë penë, jo vetëm lidhur me karakteristikat elementare kombëtare, por edhe të vetë domethënien se nuk ka vend në
dhe të postura me qka është edhe opinionin ndërkombëtar ku bindë se shqiptarët janë këtu den me vallëm, në trojet e veta autoktone. Kurse për jetën e profesor Hamaz Aslani folën edhe profesor Habib Ahmeti dhe ishë nxënësi i tij i gjallë Abdullah Krasniqi në moshën 90 vjeçare si dhe Jemin Bytyqi. Aslan sa Hams, historikisht duket më qështu, është personi që nuk pranoi të heshti në kohën kur i bashin padrejsi të mëdha popullit tonë, popullit shqiptar. Dhe ai jo rastisht e vendoi sheshirin në kokë, që është sheshiri i Republikës, dhe u radhit për skaj udhëtarëve të rrugës së Republikës që quhen deri në Lindë. Duhet të falenderohet familja, e cila ka ba çka mos, duhet të jetë krenar me prindin që e ka pas, por edhe ai me familjen që e ka pas, madje edhe neve që jemi pjesëtar kohanik të tij. Besoj se ka pas edhe të tjerë për pas me. Pak kujtime evokoi edhe ambasadetarit Hamaz Aslani, Debora Aslani, përderisa i biri i tij Agim Aslani falenderoi gjithë të pranishmit. Shumë krenar për gjyqimin e sakrificat e tina, sidomos edhe desha në përmenda babën tim, që ka qenë në QK dhe ka luftu për këtë vend, të cila shirë me fursat edhe në lot anë në Aslanve edhe në bashku. Ne jena shumë dërum hala dhe me thonë Aslan që jena dhe me përmend gjyshin, pa tjetër edhe për punën e për veprat që ai ka bo. Ai gjithë ka mu përmendu dhe ka mu dëru për neve në një pa ambesa dhe në gjeneratat e tjera që vazhdojnë. Faleminderit shumë. Adhetari ka botuar dhe lënë shumë vepra, të cilat ne po i veçojmë: Partikom Pedagogjik 1975-79, Çështja Nacionale Shqiptare në dritën markiste nëpërmjet praktikës jugoslave 1982, Kujtime nga Borgu 1987, Liria Dram 1987, Pas vdekjes Dram 1987, Ditar 1991, Luftrat botërore 2009, Pohimi t'i themi ndal tradhtis më 2010. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.